Po shprehen në të njëjtën gjuhë, nuk është e drejtë, nuk është korrekte. Të përpiqen të jenë me një gjuhë më të përshtatshme për realitetin që jetojmë. Jo vetëm kritika, jo vetëm balt, jo vetëm të hedhin poshtë çdo arritje që bëhet. Ti jemi deri diku edhe unë e kuptoj që opozita do bëj opozitën, është e qartë, zërin ka dhe atë do përcjell. Po tani të paktën le të merret vetëm me ne, mos filloj të merret me të huajt, të merret me gjithë shtetet partner strategjik që ka Shqipëria. Kjo është. Jo, unë them më mirë mos merret me ju se sa të merret me të huaj. Duket e keni të ky ambasadori i Bashkimit Evropian nuk ka faj Berisha fare. Berisha ka cituar një deklaratë aty vet që thotë unë jam i martuar me burr me datë 19 maj. Një sekond. Ti e di shumë mirë që çfarë tha Berisha? Tha ky tha e bën sepse është vet i këtij lloji. Tani edhe e fusin në ligj, një sekundë më burr, edhe e fusin në ligj që kjo është e pranueshme dhe pastaj ju duket sharje. Futëm në ligj që është e pranueshme, se nuk e kuptoj. Kanë futur që nuk duhet kemi ne diskriminim, një sekundë. Jo, mos futem te ligji, jo. Unë e kisha thjesht në parim. Jo, po se do të thash, nuk e kam dëgjuar çka ka thënë Berisha. Po aja vlen që ta largosh, biles ta kishin kërkuar 60 ditë, 2 muaj, kupton? Berishën politikisht.